Përshëndetje dashamirë të bjeshve të Kosovës. Jemi në shalë të Bajgorës. Sot kemi vendosur diçka ndryshe me bo, me ardhur në bjesht veriore të Kosovës, edhe bashkë me Meritonin, shokun ton të emisioneve, me bo një lëshim prej pi majës, shtiza mbret ose oshtrokoplje që shtuhet. Po, kjo maja 1789 metra, është pak sfiduse, për ata dhe kemi vendosur me bo një lëshim prej disa faqeve të saj. Njerja, po shkojmë? Për ndryshe, po mja fantastike, me këtu turbinat, partësi tepër mirë. Edhe ku shkojna në alë, këna mju kalëzu mas nej edhe për lëshimet me paraglajt që buën pjesën tjetër. Hajde, let's do it, njeri. Shijem. Hajde. Mani, s'ma ka marrë menja që kaq burë në qëtë në alësim bidetare. Po, adin dihet kjo bjeshka e shalës Bajgorës, që është ma eftoft se mesatarja e Kosovës, e manë burën shumë, e pa dhe vetë të i ardhë këtë. Po. Kur s'kisha mujt me menu që kaq burë, e deri son Brezovic, ishtë sa gjysa e kësaj sasije në 2300-400 metra. Mu ka befasu pak gjendja në Brezovic, qyf me 4 të turë, që ku shumë herë ka pas asi burë shumë atë modë se... Se qëtash. Ama shala këtu thjesht mundë dikush me e instalu një teleferik edhe me bo një ski qender. Borën e kitë garantume. Është interesant. Edhe burën edhe terenin. Po. Është fantastik. Plus, qysh po sot edhe genci, rryma është fri, gjithë këto fuzat rreth neve, kena rrymë me bollëk. Ma në fund, mas save po mri prap në këtë moje. Kjo ka qenë një ndër mojet e popularizume për hiking në të kalumen. Po prej se është instalu rruga edhe janë qitë këto fuza që i thojmë ne për prodhimin e energjisë elektrike. Pak ka ndryshu kjo energjia e ardhjes këtu. Kemi mundu me skivu se nuk ka pas shumë ngjitje. Po e shfrytëzojmë për skim ekstrem, se ka venet pak ufishme për me skiu. Dhe thonë, po e shojmë që këtu është një pjesë krejt e virgjër, me shumë kodrina, krejt kjo quhet Kopaniku ose shala e Bajgorës që hynë në Kopanik, pra pjesë veriore të Kosovës. Atje largë kemi Sërbin, edhe afër kemi majën më të lartë në Kopanik, Maja Panqiq 2017 metra. Këtu jena në shtizën e mret, bashkë me Meritonin tash po i këshyrim një faqe për cilës kemi me ullshu. Meritona, je gati hiq? Gati jam. Unë e kom një që ti bën edhe lëshime me parashut pri këti veni ose në i maje tjetër? Paraglaj, po. Në lëshome shfrytëzojna edhe këta si pjesë rekreative të paraglajit. Është po thuj në atë pjesën e dytë kodrës, ku shihet. Okej. Edhe vazhdojmë ka fshatrat e Podujevës, që janë pamje mahnitse për qytetarët. Shumë bukur. Që janë shumë bjeshk mrekullueshme, bjeshk shumë të mira. Që ka mundësi mu bo shumë evente sportive, turistike në këtë vend. Ama interesant, ma herët kur vishim këtu, është dash bashkë të fshati Bajgorë, që aty me unal me ecë krejt atë rrugë, se këtu ka qenë shteg në të kalumen. Edhe ka qenë interesimi shumë i madh me arë këtë shteg për me mrinë këtë maje, se ka qenë largë edhe njës të kam përjetu natyrën. Tash me kjerë po mund është me ardhë shumë afer. Dhe më thonë, faktikisht të ka hu rëndësia e kësaj maje. Po, shqyri kemi plot kodrina tjera që mujmë i shfrytëzu, që ku i kena edhe ski qendrën e Kopanikut atje, largë.
krejt pra në anën e fqiut verior, pra Serbisë, edhe ajo pjesë ka shumë burë, edhe prej asaj pjese, kom qenë një herë, e sheh krejt Kosovën si në tepsi. Është interesant. Okej, mana, jena gati? Okej, tash pas snonjerit, mas një skijimi që e bonëm të moja mret në mojën e shalës Bajgorës, vendosëm me ardhë si hiking njëri, pra me hecë me një moje tjetër të vogël, veç me pa pamjen e kësaj bjeshkit madhështore të gjanë në veri të Kosovës. Pra, veç do është edhe me e spjegu se shala Bajgorës është një zonë midis Mitrovicës, Podojevës, Zveçanit, Leposaviqit, Obiliqit edhe Vushtrisë, që është një pjesë e kufizume që hyn në kuadër të Kopaunikut, ose bjeshte mloja të argjenta, që ofrojnë mundësi për gjithçka. Deri tash pam shumë flutra që prodhojnë energji elektrike, mirë po ky vend përveç tjerash ofron edhe mundësi për turizëm, pra për skem, off-piste, për hiking. Okej, man, mas aktiviteteve të bukra, është koha për këndellje. Faleminderit. Unë për marrë pjeshkën. Gëzuar njeri. Dhe kështu erdhëm te moja për me tregu një ngjarje që mu më ka lënë mbresa të mloja, për keq në 99-ën muin nëntor një aeroplan gjërsa ishte duke udhëtuar prej Romës drejt Kosovës, ka qenë me një 20 e disa tuaj që kam pas me marrë pjesë në disa projekte mas luftës këtu. Bashkë me aeroplanin e kanë humbi jetën në atë pjesë mrapa. Kom qenë disa herë dhe kom pa disa pllaka përkujtimore, pjesë të aeroplanit vërtet, me për shembull rrotën e aeroplanit, krahun e aeroplanit, edhe disa pjesë që disim kthenin thu se unë kom qenë në atë moment edhe jom të meru. Dhe shikues të dashur, edhe kësa historie i erdhi fundi. Shpresoj që jeni kënaqur me pamjet e bjeshkës së pazakontë në shalë të Bajgorës, e cila gjendet në veri të Kosovës. Shpresoj se edhe ju do ta vizitoni ndonjëherë dhe besoj se do të ndani të kënaqur me natyrën e këtij. Ju përshëndes.